Saranda nuk mund të jetë destinacion turistik i mirëfillt dhe konkurrent pa detin. Prandaj turizmi i kroqerave dhe jahteve dhe ofrimi i gjithë shërbimeve të nevojshme për këto mjete lundruese këtë vit mbetet sfida e operatorëve turistik. Mundësitë për t'i dhënë impulse dhe hapësira të reja këtë verë turizmit të kroqerave dhe jahteve vlerësohen të mëdha nga Arben Çipa, kryetari i industrisë së turizmit në Sarandë. Nuk mund të konsiderojmë një destinacion turistik të mirëfillt dhe konkurrent në rast se nuk kemi detin. Dhe në këtë kuadër, do doja t'i referoja turizmit të jahteve, të kroqereve dhe padyshim pjesës blu, që funksionon në formën franchise, ashtu sikur se funksionon në Monaco, apo në vende tjera të Spanjës, apo Greqi, apo Itali, duhet funksionoj edhe në Shqipëri. Do të jetë një impenjim i cili padyshim çdo vit, siç ndodh çdo vit, do të ketë risinë e vet edhe për këtë vit. Për të ndodhur kjo, Çipa parashtron si kërkesë dhe propozim të operatorëve turistik detar që Ministria përkatëse të mundsojë heqjen e taksës së hidrokarburave duke zbatuar ligjin ndërkombëtar, ashtu siç ka ndodhur në Malin e Zi. Ne si operator turistik detar propozojmë dhe kërkojmë prej Ministrisë përkatëse që ta shohin këtë çështje në momentin kur ato do të munden fizikisht pas zgjedhjeve, normalisht pasi tani nuk lejohet, që të ulen këmbë kryq bashkë me ne grupet e interesit për t'i konsultuar ata, për t'i informuar ata në nivelin maksimal, me qëllim që të mos e konsiderojmë një sezon të humbur në lidhje me prurjet e jahteve. Çmimi i hidrokarbureve në Malin e Zi ka një ndryshim rreth 30 cent, atëherë i bie që ato të kenë në prioritet Malin e Zi, ku kryen këtë lloj shërbimi dhe dyta do gjenerojnë të ardhura të konsiderueshme për shërbime të tjera të cilat janë të paevitueshme. Edhe ne, atë çka duhet të bëjmë në mënyrë urgjente, duhet të ndjekim të implementojmë po të njëjtin rregull si Malizi. Në këtë moment ne nuk jemi konkurrencë, pasi për këtë lloj industrie, privilegjet janë të shumta në Malin e Zi. Lidhur me investimin për portin e ri të jahteve në Sarandë, Çipa thotë se ka një ngecje të punimeve që parakalon mungesë shërbimesh. Për ekzekutimin e prurjeve dhe të largimit, do thoshte se ne nuk kemi probleme, për arsye se ajo pjesë e infrastrukturës është ekzistuese dhe realizojmë këtë gjë. Por, nga momenti që këto lloj veprash nuk kanë arritur në nivel serioz të investimit të tyre, pra nuk kanë arritur të ekzekutojnë 70 apo 80% të asaj çka është përfshirë në projekt, atëre do të ketë edhe mungesë shërbimesh. Pra, nuk do të ketë siguri dhe cilësi për t'i ofruar shërbime të tjera të cilat janë specifike dhe shumë delikate për jahtet sidomos. Këto lloj shërbimesh, kjo lloj industrie gjeneron të ardhura të konsiderueshme dhe pa kosto. Kur mirë paguhen këto shërbime, kur kanë kosto më të ulët se sa një port tjetër i Malit Zi apo i Greqisë, ata preferojnë ato shërbime të kryejnë këtu. Shërbimi blu është një pjesë e rëndësishme e industrisë së turizmit. Në kushtet e sotme, ajo po merr përhapje të shpejtë të gjerë. Ajo është e lidhur me turistë, udhëtimeve me mjetet e tyre lundruese dhe që shpenzojnë për shërbime të standardit të lartë që ofrohen.